Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë e Nenad Rashiqit i bëri thirrje listës sërbe që të deklarohet dhe të tregojë se për çfarë është pajtuar konkretisht lidhur me integrimin e sistemeve arsimore dhe shëndetësore në Kosovë. Ai tha se kjo parti duhet të tregojë për sistemin arsimor të serbëve në Kosovë që funksionon sipas atij të Serbisë dhe duhet të tregojë se kush ka zhvilluar negociata dhe në emër të kujt. Deklarimi i Rashiqit pason atë të zëvendës kryeministrit në detyrë të Kosovës, Besnik Bislimi, i cili në një intervistë për kanalin në gjuhën serbe në transmetuesin publik, tha se 5 deri në 6 javët e ardhshme janë shumë të rëndësishme për integrimin e institucioneve shëndetësore dhe arsimore serbe, duke theksuar se të gjithë duhet të jenë konstruktiv lidhur me këtë çështje. Bislimi tha se ekzekutivi kosovar i ka ftuar kryetarët aktual të komunave me shumicë serbe në një takim të premten, ndërsa deri më tani pjesëmarrjen e ka konfirmuar vetëm njëri.